E di që nuk e përmende babajnë, me që ka kohë që ka ndruar jetë. E di që është një pjesë e cila vazhdimisht prek një sa do që rritemi, prapë se prapë është mungesa aty. Jo, qëllimisht kështu se përmenda, gjithmonë kom shumë emocione kur flasë për to, dhe do shta me lonë, nështë ta pak ka fundi, ose që mës me bo emisionin kështu me ndje publiku mërzin që unë gjithmonë e kam. Kom e ndu njët kështu ma herët, që sa ma shumë vite që shkojnë, njerëzit që kemi humbë ka me qenë ma e letë. Për gjdo vit që përshkojnë, po është ma e fështirë. Gjdo sukses ose gjdo jo sukses që e kam gjatë rrugtimit e në muzikë dhe në krejtë fushat që ka punë që a i kom bo, më ka mungu babi shumë. Do më thonë, ose mi atë regu suksesin, ose ka njerë dhe dështimet, ose me kërku për kraje, ose me pas thjesht ofër. Mirë po, më falë. Jo, e kuptoj. Qa me bo, jeta është kjo. Sa mirë që ki familjen e shëndoshë dhe jeni gjithë bashkë, Donikë. Faleminderit. Edhe kjo është e bukura kur gjithë këtë përkraje që përmende, gjithë këtë mirë njohje që e ki ndaj tafër me vetu, kjo është e bukura në fund ditës. Faleminderit shumë. Jeta është kjo, asë njëri nuk i ka gjitha. Ma kam su jeta këto gjatë rrugtimit, se normal kur jemi matri, mendojmë që njerëzit tjerë janë shumë matë lumtur ose i kanë kritë sendit ofër vetës, se cili njeri ka diçka munges njetë. është shumë e rëndësishme sa të jetoj me qenë okej, është rëndësishme me luftu me pas shëndetin okej, shëndetin e jashtëm, shëndetin e brendshëm, me undi mirë me vetën, me njerëzit që jetojmë, me çdo kusht me jetu me njerëzit që thjesht na bojnë mirë. Këto vese e praktikoj unë që sa vite, kështu të vitet e fundit jetës, edhe që kjo është shumë e rëndësishme kështu për me pas sukses secili në jetën e vetë.